Ja futa brenda zyshës sime që të mos ngelja në shkollë. Korridoret e liceut mi gjeni në fund të majt kishin një erë të çuditshme, një përzierje e pluhurit të shkumës djersës së adoleshentëve dhe ndjesisë së pashmangshme të fundit që vinte. Unë, Claudio, 18 vjeç, isha 2 pikë larg të dështuarit në matematikë, 2 pikë që ndanin botën time nga katastrofa që ngelja në shkollë. Të hidhesha në sy të prindërve, të humbja çmimin e rektorit që premtoi bursën e universitetit. Dhe mësuesja ime e matematikës, zonja Elona, ishte porta e vetme që mbeti e hapur. E di që mund ta bësh më mirë, Claudio, tha ajo një pasdite, duke më mbajtur pas në klasë. Dhoma ishte bosh, përveç rrezës së diellit që binte përmes pluhurit të ajrit. Ti je më i zgjuar se këto nota tregojnë. Zonja Elona ishte në të 40-tat e saj me flokë të kuq të mbledhur me një bish të lartë që zbulonte qafën e gjatë të dobët, kishte sytë e gjelbër që dukeshin të dinin çdo sekret dhe buzëqeshjen e saj ishte e rrallë, e vlefshme. Provova, përgjigja duke i shmangur syt, por provimet nuk është çështja e provimeve, vazhdoi ajo, duke ulur në karrigen e saj. Është çështja e vullnetit dhe unë mendoj se ti nuk ke vullnetin. Mora frymthell. Çfarë duhet të bëj? Do të bëj çdo gjë, do të studioj gjatë gjithë natës, do të jap mësimin tjetër të jashtëzakonshëm, tha ajo pa u ndjerë. Në shtëpinë time, në orën 8, sot. Shkova atë me abi, sot. Por, a nuk doje të provoje çdo gjë? Pyeti ajo, duke ngritur një vetull. Po sigurisht, ishte përgjigjja ime. Atëherë mbledh librat e tu, do të ecim. Shtëpia e saj ishte një apartament i vogël në katin e tretë të një ndërtese të vjetër pranë shkollës. Dhoma e ndenjes dhe librat e mbushura deri në tavan, një piano e vjetër dhe erë librash të vjetër dhe kafeje. Uluni, tha ajo, duke treguar drejt divanit, do të bëj kafe së pari. Ndërsa ajo ishte në kuzhinë, unë shkova përreth. Fotografi në korniza, ajo me e re duke buzëqeshur me një burr, pastaj ajo vetëm, pastaj asnjë. Burri im, tha ajo, duke hyrë me 2 filxhan kafeje. Ai u largua 5 vjet më parë, tha se donte fëmijë dhe unë nuk mund t'ja jepja. Më vjen keq për shpërita. Ajo është jeta, tha ajo, duke ulur në karrigen përballë meje, dhe tani le të fillojmë me matematikën. Mësimi zgjati 2 orë. Ajo ishte një mësuese e shkëlqyer, e qartë, e durueshme, duke e bërë të ndërlikuarën të duket e thjeshtë, por kur ora ra në orën 10, unë ende nuk e kuptoja plotësisht. Po dështoj, thash unë duke hedhur lapsin në tryezë, nuk po e kuptoj. Ajo heshti për një moment duke më studiuar. Problemi nuk është me të kuptuarit tënd, Claudio. Problemi është me frikën tënde. Ti ke frikë të dështosh dhe kjo frikë po të bllokon. Si mund ta ndaloj atë, pyeta. Ajo ngrit dhe shkoi te dritarja. Ndonjëherë, për të kapërcyer një pengesë, duhet të bësh diçka që nuk e pret. E ndoqi atë me syt. Si, çfarë? Ajo u kthye. Syri sa i gjelbër ishte i mpret, i përqendruar. Ti duhet të ndryshosh perspektivën tënde dhe ndonjëherë ajo kërkon një ndryshim fizik. Nuk e kuptova, derisa ajo e vuri dorën në faqen time. Prekja ishte e papritur, e butë dhe gjithashtu me pretendim. Zonja Elona, shpërita. Tani, tha ajo me zë të qetë, nuk jam më zonja Elona, jam Elona. Dhe ti e Claudio, 2 njerëz, jo mësuese dhe nxënës. Dora e saj rëshqiti për gjatë faqes sime duke ndaluar në buzët e mia. Ti ke frikë nga dështimi, por unë kam frikë nga haresa, nga të qenit i padukshëm. Ju nuk jeni padukshëm, protestova. Ju jeni mësuesja më e mirë në shkollë. A dëgjohet zëri im jashtë këtyre mureve? Pyeti ajo. A më kujton dikush kur nuk jam në këtë klasë? Nuk isha përgjigje për këtë. Ti do të ikësh nga ky qytet, vazhdoi ajo. Gishti i saj, duke gjurmuar buzën time të poshtme. Do të bëhesh dikush dhe unë do të mbetem këtu, në të njëjtat dhoma, me të njëjtat fjalë. Kur ajo më puthi, nuk ishte një puthje e një mësueseje, ishte puthja e një gruaje që kishte kohë që nuk ishte prekur, që kishte kohë që nuk ishte dëshiruar, dhe unë në tmerrin dhe habin time u përgjigja. Kjo është e gabuar, përshpërita, kur ne u ndam. Çdo gjë është e gabuar, përgjigja ajo. Notat e tua janë të gabuara, martesa ime ishte e gabuar, jeta është e gabuar, por ndonjëherë nga gabimet lind diçka e vërtet. Dora e saj filloi të zgjidhte këmishën time, secili buton i hapur ndjehej si një pengesë që bie.
Unë do t'ju jap atë që ju e nevojitet, Claudio, dhe ju do të më jepni atë që unë kam nevojë. Çfarë është ajo? Pyeta, zërimi i brisht. Ajo që çdo njeri dëshiron, përgjigj ajo, të ndihem e gjallë, të ndihem se ekzistoj. Kur u zhveshëm nuk ishte me nxitim. Ishte me një ngadalësi ceremoniale, si të ishim duke kryer një ritual të lashtë. Trupi i saj ishte i hollë, me shenja të bardha nga shtatzania që nuk ishte ardhur kur, dhe lëkura e saj ndjehej e butë si letra e vjetër. Nuk e kam bërë këtë kur më parë. Rrëfeva duke u shtrirë në divan pranë saj. A e di, tha ajo, duke më prekur fytyrën, kjo është arsyeja pse dua të jesh ti, sepse ti nuk do të më krahasosh me askën tjetër. Kur ajo u ngjit mbi mua, ishte me një siguri që tronditi mua. Tani, tha ajo, tani do të mësosh diçka që asnjë libër nuk mund të të mësojë. Do të mësosh se si të dorëzohesh, sepse matematika, jeta, të gjitha kërkojnë dorëzim. Dhe kur ajo hyri brenda meje, ndjeva dy gjëra në të njëjtën kohë, dhimbjen e shtrirjes dhe diçka tjetër, një ndjenjë të çuditshme të rritjes, ashtu si trupi im u përshtat për të pranuar atë, kështu edhe mendja ime u përshtat për të pranuar mundësinë që mund të dështoja dhe që kjo nuk ishte fundi i botës. Shiko, mua urdhroi ajo, dhe unë e bëra. Sytë e saj të gjelbër ishin të errësuar, të fiksuar tek unë. Kjo është çështja e vullnetit. Unë dua dhe tani edhe ti do. Lëvizjet e saj filluan të ngadalta, të matura. Çdo lëvizje ishte një mësim, çdo rënkim ishte një leksion, dhe ndërsa ajo fliste. Matematika, tha ajo, duke marrë frymthell, është rreth marrëdhënieve, rreth asaj se si gjërat lidhen. Si kjo, ajo u fut më thellë, lidhet me këtë. Dora ime, e cila kishte qenë e shtrënguar në anët e divanit, u ngrit dhe u vendos në hijet e saj. Ajo ndaloi duke e shikuar mua me habi. Po, shpërita, unë po mësoj. Buzëqeshja e saj ishte e ndritshme, e pastër. Shi, ti je i zgjuar, thjesht duhet të gjesh rrugën tënde. Kur ritmi u rit, mësimi ndryshoi. Nuk ishte më rreth kontrollit, ishte rreth lëshimit, rreth dorëzimit, dhe kur orgazma më erdhi, ajo erdhi me një kuptim të ri. Kuptimin se mundësia e dështimit nuk ishte diçka për të friksuar, por ishte pjesë e procesit, pjesë e të mësuarit. Më pas, ndërsa ne shtriheshim të përfshirë në heshtje, dora e saj, duke gdhendur shpinën time, tha: "Tani kur të kthehesh në atë provim, do të kuptosh këtë. Do të kuptosh se çfarë ndjenja ishte të kapërceje një pengesë dhe do të dish se mund ta bësh." E ngrita kokën për ta parë atë. "Do të kaloni provimin tim." Buzëqeshja e saj u bë e trishtuar. "Jo sepse atëherë nuk do të kisha mësuar asgjë. Ti duhet ta kalosh vetë." Me vërtet, dhe unë e bëra. 2 ditë më vonë kalova provimin me një 8. Nuk ishte 10, por ishte e mjaftueshme, ishte imja. Ditën e diplomimit, kur e pash atë duke qëndruar në anën e mësuesve, ajo buzëqeshi dhe më bëri një përkulje të vogël të kokës. Unë i përgjigjem me të njëjtën mënyrë. Gjithmonë mendoja se do të harroja atë natë, por nuk e bëra, sepse ajo nuk më mësoi vetëm matematikë. Ajo më mësoi se ndonjëherë mësimet më të rëndësishme vijnë nga vendet më të papritura, dhe se ndonjëherë për të mësuar të rritesh, së pari duhet të pranosh të jesh i dobët. Dhe tani, kur ndonjëherë përballë një pengese në jetë, ndjej dorën e saj në faqen time dhe zërin e saj që thotë: "Vullneti, gjithçka është vullnet." Dhe unë e di se ajo kishte të drejtë, sepse ajo natë, ajo më dha vullnetin që më mungonte, dhe kjo ishte dhuratë më e mirë që mund të më jepte dikush.